Jam këtu me drejtorën ekzekutive të programit të Fondacionit Art Explora. Është një ndër fondacionet më prestigjioz në botë për programet e artistëve në rezidencë, quhen. Prej disa kohësh kjo rezidencë e diktatorit dikur është kthyer në një rezidencë artistësh që vinë nga gjithë bota këtu në Tiranë, në një destinacion që jep vlerë dhe e bën të çmuar Tiranën dhe Shqipërinë edhe në këtë drejtim. Dhe erdha për të takuar me artistët edhe për të shprehur atyre të gjithë ndjenjën time të keqardhjes, për të kërkuar falje për atë çka u ndodhi mbrëm kur u gjendën në një sulm bombash artizanale që larg qoftë mund të kishin sjellë tragjedi këtu. Ata janë të traumatizuar, nuk janë në gjendje të flasin për publikun, i mirë kuptoj krejtësisht, dhe kjo që ka ndodhur është një turp shumë i madh, është një dëm shumë i madh, është një plag e hapur në atë që është fytyra e Shqipërisë së re dhe të cilën e përfaqëson edhe kjo rezidencë, të cilën e mishërojnë edhe këta djem dhe këto vajza talentuara që vinë nga të katër anët e botës këtu. Nuk kam fjalë për të thënë për çfarë turpi është ky, por duhet t'ju them të gjithë atyre që ende simpatizojnë dhe ende mbështesin barbarët e mbrëmshëm, frymëzuesit e tyre, më saktë, se edhe ata që hedhin ato bombat artizanale janë ca totalisht manipuluar. Pra atyre që i simpatizojnë, duhet t'ju them që nga kjo dhe nga këto humbasin të tërë ata që duan të bëjnë punë, që duan të kenë turist, që duan të zhvillojnë ekonominë e tyre të vogël me biznesin e tyre të vogël, apo që duan të rrisin qetësisht fëmijët këtu, sepse